Prefekti i Qarkut Dibërnet Xhbedin Shehu deklaron se ky sezon veror do të ketë mbikëqyrje më të rrepë sa i përket zjarreve që mund të shkaktohen në të gjithë territorin e Qarkut. Sipas Shehut, në takimet e vazhdueshme me pushtetin vendor dhe shërbime zjarrfikse në të 4 bashkitë, është kërkuar rritje gatishmërie dhe baze logjistike për ndërhyrje të shpejtë në rast të zjarreve. Një tjetër masë e marrë është edhe delegimi i detyrës për të gjithë administratorët e njësive administrative dhe kryetarët e fshatrave që të bëjnë lajmërim të menjëhershëm kur aktivizohen vatra zjarri. Sipas prefektit të Qarkut Dibërnet Xhbedin Shehu, ky sezon veror do të menaxhohet ndryshe nga i viti të kaluar. Diku 10 ditësh kemi pas një takim të Komisionit të Emergjencave Civile në prefekturë, me profesues të bashkive dhe gjithë subjekte të drejtorive rajonale që kanë të bëjnë me menaxhimin e situatës gjatë periudhës verore. Kanë raportuar për masat e marra, paraprakisht të gjithë janë në gatishmëri për të përballuar sezonin e verës. Shpresojmë të kemi një sezon të mirë edhe të mos kemi zjarre si vitin e kaluar. Është organizuar sistemi i lajmërimit nga bashkitë apo nga drejtoritë e emergjencave, nga policia e shtetit deri te kryepleqt, me sisteme njoftimi me kurier, me masa të tjera. Zjarrfiksët e 4 bashkive po punojnë në terren pikërisht për këtë qëllim. Kemi pas disa raste sporadike gjatë muajit mars, ku njihën zjarret e marrë si rezultati i gjetëve që bien gjatë dimrit, që janë menaxhuar mirë në përgjithësi, edhe unë them që masat janë të plota për të përballuar. Edhe baza logjistike e zjarrfikseve është fuqizuar në 4 bashkitë dhe masat më të mira janë shtu punonjësit e emergjencave të zjarrfikseve në të gjitha bashkitë, janë trajnuar njerëzit, mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile e kemi pas plot, do të vazhdoj takimi edhe gjatë këtij viti. Shpresojmë të kemi sezon më të mirë se sa viti i kaluar. Me rritjen e temperaturave, vatrat e zjarreve që aktivizohen në masivet pyjore bëhen thuajse të pamenaxhueshme, gjë që shkakton qindra milion lek dëm ekonomik.